kur ke 20 parti të copëzuara, të mundësh çdo kundërshtar apo çdo rival që është në pushtet. Mbi këtë premis nuk ka as farsa asgjë. Ne duhet të analizojmë sot se si ka mundësi në këtë situatë ku jemi, në 2021 dhe po ju them vetëm diçka sepse askush nuk e ka prekur. Nga 2021 deri në 2025, për çdo qark, opozita shqiptare ka rënë në vota nga 22% deri në 42%. Dhe këtë sot duhet të analizojmë neve. Kjo rënje dhe në masa kaq të mëdha ka një fajtor, ka një arsye, ka një shpjegim, sepse që thua sot na i vodhi Edi Rama zgjedhjet. Kemi që të paktën nga 2017 deri sot që flasim, që e dëgjojmë. Dhe nuk është se ka ndryshuar gjë. Por a duhet flasim ne për brezat brenda Partisë Demokratike që digjen, për brezat e të rinjve të cilët kanë menduar ndryshe, a duhet flasim ne që pse kjo parti nuk kape ndaj figurave të reja, po kërkon vetëm mumje politike të cilët kanë aty 30 vite dhe nuk duan të largohen. Në qoftë se ne duam të diskutojmë mbi analizat politike, kjo është analizat politike. Në qoftë se ne duam të flasim mbi fablat që krijojnë aktorët politik, ne mund të merremi çdo ditë me akuza, ky më vodhi, ky s'më vodhi, por precedenti nuk përbën të përgjithshmen. E përgjithshme as situata sot, dhe marrim rastin e Tiranës që nuk mund të vësh deputet të sigurt i kandidat të dobët dhe deputet të cilët sillin vota lëri aty në lista hapur dhe me votat e kandidatëve të fortë dalin kandidatë të dobët e ti pasaj kërkon që të përfaqësohet parlament. Këtu ka një abstrakt, këtu ka një absurditet dhe realisht është e lodhshme kur e analizon orë pas ore apo ditë pas dite, sepse problemet tu janë thellësisht politike dhe nuk ka probleme të tilla që ne mund të analizojmë apo mund marrim rastin e Kukësit apo çdo rast tjetër. Qartë. Që të vazhdojmë të rimte tek rinumërimi, Ermal, nuk e di, kam në kokë një skenar, dhe skenari është ky, nuk është se e kam vetëm unë, por e kanë edhe njerëz të tjerë. A mendon ti që bie fjala rinumërimi i 1282 kutive që po ndodh në Tiranë është një përpjekje e koordinuar mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për t'i hequr mandatin Agron Shehajt, Partisë Agron Shehajt, konkretisht Erald Kapri, të dytit në listë? Unë ta thash në fakt që në fillim që kjo po bëhet për të marrë një mandat. Pra, po luftojmë partitë opozitare për të marrë një mandat. Por kjo nuk përbën ndonjë thelbësi të madhe për zhvillimet politike, sepse duhet kuptojmë. Mendoj që përbën një thelbësi, sepse pyetja ime është kjo, a jemi përballë një marrëveshje të heshtur, të nënkuptuar mes dy forcave të mëdha për të bllokuar çdo lloj forme të opozitës së re, të opozitarizmit të ri këtu? Ky është thelbi i muhabetit, nuk është tek Erald Kapri muhabeti. E kuptoj shumë mirë dhe unë po mos kishë ndërprer do ta analizoja me shembull se si edhe 3, edhe 4 dhe 5 deputet partitë e mëdha gjithmonë i absorbojnë ose ja shuajnë zërin. Që në momentin kur kjo reformë zgjedhore është votuar nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Pra, zoti Rama, zoti Berisha që janë aktorët kryesorë. Mbi këtë reformë ata dy tashmë kanë pasur dhe divizat e tyre. Dhe tashmë dhe mbi këtë reformë ata e kanë të mundshme shtrëngimin e dorëve apo shkeljes së syrit me njëri tjetrin për të arritur dhe për të mbajtur pozicionet e veta. Ne kemi një sër rastes që ka pasur parti apo zëra të cilët kanë qenë të veçuar brenda parlamentit dhe nuk kanë prodhuar asgjë. Dhe mbi këtë premis po them, nuk është e çuditshme që pavarësisht se zoti Shehaj do të jetë 2 deputet apo do të jetë 1 deputet, zoti Lapaj apo zoti Redi Muçi, do shikojmë që partitë e mëdha në sallën e parlamentit do t'i absorbojnë dhe nuk do t'i lënë që ata të marrin vëmendje. Nëse këto parti duan të jenë si një shpresë, ata duhet merren me problemet kryesore që sot e shqetësojnë Shqipërinë. A kanë fuqi ta bëjnë këtë? Deri në këto momente do duhet të presim se nuk duhet i paragjykoj se janë parti akoma të vogla dhe nuk kanë një shtrat të madh votash që mund të jenë vendimtare në këtë lojë. Në këtë situatë që ne diskutojmë sot përsëri
aktori kryesor mes opozitës shqiptare është Partia Demokratike, e cila ka gatitë 400.000 vota. Pra, mbi këtë zhvillime, është e mundshme që këto të kenë një marrëveshje për t'i marrë mandatin zotit Sher, por po ta them, si ta ketë mandatin zotit Sher, si t'jetë 2 deputet, si t'jetë 3 deputet, si t'jetë 4 deputet, më kujtohet edhe diskutojnë ndonjëherë edhe me aktor politik cilët kanë vite në këtë lojë do të thoja, apo në këtë skenë, dhe kanë treguar se si rastet më parshme kemi pasur parti të vogla që kanë dalë nga Partia Demokratike dhe në fund janë përthithur sepse nuk kanë arritur dot të mbijetojnë. Shoqëria jonë fatkeqësisht Agon është një shoqëri e polarizuar nga gjua polarizuese e politikës dhe është e vështirë të krijohet një shtrat për të pasur një mendim ndryshe, duke qenë se shtresa e mesme në Shqipëri është një stres shumë e vogël dhe ne e dim shumë mirë që punëdhënësi më i madh këtu është shteti, njerëzit janë të prirur, duke qenë se jeta është bërë dinamike, të bëhen pragmatist dhe është pak e vështirë këtu që të triumfojnë partitë e reja, duke qenë se partitë e reja gjithmonë kanë atë shtratin e tyre që kërkojnë nga njerëz të shtresës mesme, njerëz cilët nuk varen nga politika. Për sa kohë këtu ekonomia është e varur nga politika, do të jetë e vështirë të dali apo të ketë këtë lloj frymëmarrje. Për të vijuar pak pikërisht me mandatin e dytë që mund t'i merret, po themi Partisë Mundësia nga rinumërimi dhe që mund t'i shkojë Partisë Demokratike, konkretisht doktor Ilir Ali Mehmetit, për të cilin, nëse do të thoja që është një nga personazhet më simpatik të Partisë Demokratike, nuk besoj se do ta teproja apo se publiku do të ma keq kuptonte. Dhe kjo është e qartë edhe nga numri i votave që ai ka marrë, rreth 18.000 vota. Po a mendon se ai takon doktor Ali Mehmetit që ka një kompromis të heshtur me segmentet vjetra të Partisë Demokratike, konkretisht ndoshta me vetë zotin Berisha për të ruajtur pozicionin e tij, apo ka marrë garanci, po themi, për një post jashtë kuvendit nëse humbet mandatin, që nuk reagoi sa i takon në fillim rinumërimit, përpara se të merrej vendimi nga Komisioni i Ankesave dhe i sanksionimeve? Me sa shikoj unë me çfarë kuptoj unë politikisht, secili prej këtyre aktorëve politik për të pasur, sepse çfarë ndodh, Ago, ne flasim për aktorët politik dhe i analizojmë vetëm në jetën qytetare. Nëse ti je në politik, ti do të kthesh një kafshë politike. Dhe secili prej këtyre aktorëve, edhe pse ka edhe zoti Ali Mehmeti ka një performancë mirë para opinionit publik, do duhet ta testoj veten përballë tezave politike. Pra tezat politike çfarë janë sot? Pavarësisht nëse zoti Mehmeti del mandati apo jo, ai a ka fuqi ta ngrej zërin për situatën ku është Partia Demokratike. Unë nuk mund të them dot në këto momente Agon çfarë ndodh brenda Partisë Demokratike apo a do merret mandati apo si do reagoj, sepse zoti Ali Mehmeti ka gjithë drejtën e botës të kërkojë rinumërimin që mund të jetë bërë dhe pa drejtësi. Dhe mund të thotë më janë mbledhur votat dhe unë kam gjithë drejtën time të botës të shikoj votat. Padyshim. Dhe nuk ka pse ti interesoj fare atij ta del deputet nga mundësia një tjetër, por ai ka qëllimin e vet. Sepse ai është në listë preferenciale, ai nuk është në listë të mbyllur në këtë rast. Kështu që ai e ka të drejtën e vet dhe nuk e vë njëri në dyshim këtë. E ka gjithë drejtën e vet. Çështja qëndron që zoti Ali Mehmeti si do ta përdori këto 18.000 vota, si do t'i kanalizoj, sepse kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve aktor politik brenda Partisë Demokratike që janë ngritur si yjet e rinj që vinë dhe më pastaj kemi parë që kanë perënduar ose kanë bërë zigzake të interesave tyre politike. Kështu që është e shpejt për të folur fakt mbi rrugtimet politike brenda Partisë Demokratike. Vetë Partia Demokratike në këtë situatë që ndodhemi ka një paqartësi dhe ata kanë një paqartësi të vet edhe mbi rezultatin që ka marrë, kështu që do duhet presim se çfarë do ndodhi në vazhdim, që mos paragjykojmë mbi atë se çfarë po ndodh tashmë në Partinë Demokratike. Qartë, edhe pyetja e fundit që kam, Ermal, lidhet me atë që duket sikur sapo ka filluar, po themi, në Partinë Demokratike, që mbase për shumë kënd ishte e pamendueshme, kontestimi i pozicionit të vetë zotit Berisha. Kemi pas disa deklarata e deputetit Dashnor Sula, i cili për hir të së vërtetës ka kohë që është distancuar, që përpara zgjedhjeve, që të jemi të vërtet me publikun, po edhe nga, po themi, eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike. A është ky një sinjal i një lufte të brendshme që po nis
në Partinë Demokratike Ermal dhe si mendojnë që do të përfundojë ose është herët ende mendon? Unë mendoj agon që askush prej 50 kandidatëve përfshirë, kur të them 50, diku te 40 janë Partisë Demokratike se janë dhe këta aleatët, 4-5 ka 4 i ka LSI-ja, 1 PDU-ja, kanë dhe ca aleatë tjerë dhe aty 2-3 deputet që kanë dalë me numër votash. Nuk mendoj që asnjëri nuk e ka fuqinë për t'i dalë kundër Sali Berishës apo dhe të artikuloj qoftë dhe me një zë minimalist. Kemi pas disa zë, kemi pas. Dhe besoj ndoshta do të vinë duke u rritur, sepse është një proces... Po, sot brenda Partisë Demokratike, ata që janë funksionar nuk kanë parë asnjë. Pra, zoti Dasula e ka ngritur zërin në momentin kur nuk u vendos në listë. Dhe zoti Dasula nuk ka qenë, po them, për këta 50 apo 40 deputet, kryesia e Partisë Demokratike, këshilli kombëtar apo dhe deputetët që dolën. Pra, njerëzit me peshë politike që janë aty sot pranë zotit Berisha, po ta them me aq sa njohun atë parti, ta them me bindje të plot që nuk do e marrë njeri guximin për të artikuluar kundër zotit Berisha. Sepse ata dhe sot, pavarësisht këtij rezultati dhe pavarësisht se unë ta shpjegova që në fillim të emisionit për teleshikuesit tash nga 2021-shi, Partia Demokratike në 2025 ka një rënje nga 22% deri në 42% në çdo qark. Dhe për këtë nuk reagon askush. Nuk reagon askush që Partia Demokratike i ka hyrë një tuneli në errësirë dhe nuk di ku do shkojë me këtë situatë. Kështu që mbi këto premisa unë nuk të analizoj dot. Ajo që mendoj unë dhe që do e sjelli dhe njerë për plasjen e Partisë Demokratike ose do i shuaj njerë e mirë zërat brenda Partisë Demokratike agon, mendoj që është çështja për vendimin që do t'japi gjykata e lartë. Siç e dini dhe ju, vula e Partisë Demokratike është akoma në një proces gjyqësor. Kur të flasë gjykata e lartë, aty ne do të shohim se çfarë do ndodhi dhe me zërat kundër apo si do të pozicionohen dhe zërat që mendojnë që vula e Partisë Demokratike është dhënë padrejtësi zotit Berisha. Pra në këtë panoram kaq të paqartë, në këtë absurditet politik, ku akoma një nga asetet kombëtare, siç është Partia Demokratike, është akoma në një betejë për vulën, është një betejë për legitimitetin e saj, ne nuk mund të flasim më për se çfarë do ndodhi aty brenda. Ata që janë sot, ta them me bindje, edhe do të jemi këtu kur të kemi mundësi që të bashkohemi në intervista tjera, nuk do të guxoj askush të flasi kundër zotit Berisha. Qartë. Ermal, unë të falenderoj për bisedën dhe për opinionet. Asgjë, kënaqësi. Isha me kolegun Ermal Peçi nga Antena TV, folëm pikërisht për aktualitetin politik me në fokus rinumërimin e kutive të Tiranës, një ankesë kjo e paraqitur nga Partia Demokratike dhe e pranuar e miratuar nga Komisioni i Ankimimeve dhe i Sanksioneve në KQZ. Ne do të shkojmë në një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi më njëherë. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë dhe të fundit, por jo më pak të rëndësishme të aktualitetit për këtë ditë, premte ditën e fundit të kësaj jave, sepse do të flasim për ndeshjen Shqipëri-Serbi që luhet nesër në arenën kombëtare, një ndeshje e shumë pritur prej disa javësh tashme, ku diskutohet prej muajsh në fakt, duke risjellë në vëmendje edhe atë se çfarë ka ndodhur 11 vite më parë në stadiumin e Beogradit, atëherë pikërisht kur e morëm fitoren në tavolinë. Megjithatë, vetëm pak kohë pas atij episodi, Serbia arriti dhe na mundi në shtëpinë tonë. Nëse do të përsëritet një humbje e tillë, apo nëse nesër kuqezinjt do të kenë një fitore të madhe, ngelet për ta diskutuar, pikërisht për ta diskutuar, kam të ftuar në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Mantho Prokopi nga Syri Televizion. Mantho, të përshëndes, faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën përsëri dhe nëse mundem një koment të shpejt komplimente për finalin e Championsit e gjetën parashikimin fitoi Parisi. Po patjetër, po, kjo ishte super. Unë në fakt kisha në plan të ta thoja, po harrova dhe ti bëre mirë që ma kujtove. Është e vërtet basti ynë fitoi, kështu që ishte një ngjarje e madhe. Për të rikthyer. Na sulmuan disa për parashikimin, po ishim sakt. Ishim vërtet sakt. Për të rikthyer tek kombëtarja nesër Shqipëri-Serbi, përpara se të shkojmë në ndeshje, më thonë do doja të diskutoja pak në lidhje me këto ngjarje të jashtëndeshjes, ka pas disa arrestime në fakt nga policia këtu në Tiranë për ata që shesin biletat në tregun e zi. Vetë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka ka thënë se ka pasur një interes të jashtëzakonshëm sa i takon biletave, rreth 200.000 të interesuar vetëm për 22.000 vende që ka stadiumi Arena Kombëtare. Si paraqitet gjendja, sidomos sa i takon pikërisht atyre që po shohim në
ekran tifozave kuqezi nëse na bën një pasqyrë të situatës. E vërtet, në fakt, ne dhe herën e kaluar që diskutuam bashkë e ceka që do të gëlmohen me fakt të tregu i zi. Dhe për këtë arsye ka qenë interesimi më i madh me mendimin tim. Pra, ka qenë kërkesa për rreth 200.000 bileta që janë aplikuar për t'u marrë, me synimin padyshim tregu i zi. Ditën e djeshme u bë ditur nga policia shqiptare që 3 persona ishin arrestuar për shkak se shisnin këto bileta në treg të zi, por për të thënë vërtetën e tonë, 3 janë arrestuar, por 3.000 të tjerë i dim ne që vazhdojnë të shesin bileta në treg të zi. 3.000 të tjerë? Ajo që 3.000 të tjerë? 3.000 Apo fjala që bien kuptimin që ka shumë njerëz që vazhdojnë. Pra, janë të shumë ata që vazhdojnë të shesin biletat në treg të zi. Dhe për post kësaj, ajo që kërcet më shumë në gjithë të histori e gon nuk është fakti i individëve që shesin bileta, është fakti i agjensive turistike që shesin bileta ndeshjes. Pra, bën çudi se si kaq shumë agjenci turistike pas kanë siguruar bileta për këtë sfidë kaq të rëndësishme kur kërkesat ishin mbi 200.000. Dhe për këtë arsye është dhe një pakënaqësi tashmë në gjithë publikun shqiptar, pasi duket që diçka nuk ka funksionuar siç duhet në ndarjen e biletave. Duket sikur ka pasur favorizime. Në fakt, tifozët kuqezi kanë thënë që ka pas favorizime sa i takon pikërisht klientëve të Federatës Shqiptare të Futbollit, po mbase është një deklaratë që kërkon një shpjegim, çfarë kanë pas parasysh ata dhe a janë penalizuar në fakt nga Federata Shqiptare e Futbollit për këto deklarata? Tifozat kuqezi? Po, për qëndrimet që kanë pas ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit. Tifozat kuqezi janë literalisht tashmë në luftë të hapur me Federatën Shqiptare të Futbollit. Okej. Gjithçka filloi kur tifozat kuqezi u deklaruan kundër organizimit të kampionatit evropian U21 në vitin 2027 në bashkëpunimin Shqipëri-Serbi. Që pas kësaj ndodhie, vetë Federata Shqiptare e Futbollit ka tentuar të largojë këta tifoz nga stadiumi. Si ndodhi kjo gjë? Tifozat kuqezi, duke qenë grupimi ultrasi kombëtares, kishin një numër të caktuar biletash në dispozicion gjithmonë. Po. Të rezervuar, vende të rezervuara, po themi. Ata ishin aty gjithmonë, pa biletat e tyre nuk shiteshin kurrë. Duke filluar nga sfida me Anglinë, sfida e parë kualifikueseve për botrorin, Federata Shqiptare e Futbollit vendosi mos t'i jap më bileta këtij tifogrupi, për shkak se këta dolën kundër publikisht për bashkëpunimin Shqipëri-Serbi. Dhe Federata tentoi t'i heqë që për asaj kohe. Pra, por në Angli dështuan. Tifozët kuqezi gjetën bileta dhe ishin prezent në stadium. Të njëjtën gjë tentuan edhe në Shqipëri, ndeshjen Shqipëri-Andorë. Dështuan dhe aty. Dhe në ndeshjen Shqipëri-Serbi, kur i donin me se bën larg stadiumit, përdorën çdo kartë të mundshme që kishin në dispozicion për t'i larguar, duke filluar, dhe këtë e them jo me prova, por me bindje personale, pra mendoj, duke filluar që të dënimi i FIFA-s,